Kompozitorja dhe profesoresha Dafina Zeciri Nushi ka shënuar një hap tjetër që është po ashtu i rëndësishëm në rrugtimin e saj artistike dhe ndërkombëtar. Vepra Shën Katerina është prezantuar në Minneapolis në Institutin e Arteve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në interpretimin e violistit të njohur e që po ashtu është edhe nominuar për Grammy. Në lidhje me gjithë suksesin e profesoreshës dhe kompozitorës, do të flasim pikërisht me profesoreshën Dafina. Nderuar, faleminderit shumë që erdhët në Bonbon. Faleminderit për ftesën, kënaqësia ime. Shën Katerina, themi ashtu, u prezantua në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një vepër e juaja që e keni krijuar vetë. Si është që një vepër e juaja që ju keni punu me u interpretu atje në SBA? Po kjo vepër është një punim si realizim i kërkimit për Shën Katerinë. Ka qenë projekt vitit 2024, i cili është mbështet nga England Research dhe Royal Academy of Music në Angli. Po ashtu pastaj është interpretuar në vepra pas realizimit, është interpretuar në Akademinë Muzikore në Malmö, Universiteti i Lundit, ku pastaj ka udhëtuar në Londër, Goldsmith, pastaj në Amerikë, Wisconsin dhe University of Vanderbilt, dhe së fundi në Zagreb. Pas një pauze të shkurtër, pra është realizuar në Minneapolis Institute of Arts, pra në Amerikë, ku ishte pritur shumë mirë, pra ishte një eveniment i organizuar ku kanë ngërthy në vete edhe artin pamor, letërsinë, muzikën, si dhe histori. Pra atë natë është për prezentimi i tapiserisë, pra që është marrë figura nga letërsia e Dantes, pra hyrja Dante ku e takon Virgilin, dhe punimi i tapiserisë është realizuar në 1540, pra në Itali nga Salvati, pra Francesco Salvati, dhe është pas 70 vjetë restaurim, pra është prezentuar në muze për herë parë, dhe pas saj ku kanë folur disa 3 kuratorë amerikanë, dhe pas saj është realizuar koncerti, ku kanë ngërthy program në veti vepra historike, për violin solo dhe vepra bashkohore. Pra është bërë një bashkëdyzim mes historisë dhe muzikës bashkohore, ku kemi qenë 3 kompozitorë bashkohorë, një amerikan, një anglez dhe unë. Po si ishte ajo ndjenja që ta dëgjoni veprën e juaj me një vend që është aq i madh? Normalisht është ndjenjë, do të thënë, ne si kompozitor shkruajmë për me realizu, për me interpretu, dhe është kënaqësi, krenari që një vepër nga shteti jonë, pra Kosova, sado që është i vogël, prezentohet në një muze pra ndërma të rëndësishme që është një institut i artit në Amerikë. Shën Katerina është një vepër që lidhet me një proces gjatë kërkimi. Çka fshihet pas kësaj vepre? Çka ju ka shtyr që ta krijoni këtë vepër? Si që ceka më herët, pra ka qenë pjesë e kërkimit mes Anglisë dhe Suedisë, në kapelën Shën Petra të Malmës, pra është ndër kapellat më të vjetra në Malmö, aty pra ishte një figurë, një skulpturë, një femre me një rotë, më thonë. Dhe aty unë inspirova dhe bora kërkim, pastaj kush ishte ajo, pra që ishte Shejta Katerina Aleksandrisë, Egjiptit, ku trupi i saj pra gjindeshe në malin Sinai, pra ishte një figurë shumë e rëndësishme për krishtërizmin, ku e kishte thy, do me thonë, dhe kishte këty shumë njerëz në krishtere, pra si dhe ka qenë një filozofe e madhe egjiptiane. Dhe po ashtu në atë malë, pra gjindeshte manastiri maj vjetër në botë, pra që i kishte poshtë emrin e njëjtë, pra Shejta Katarin, pra manastiri ortodoks, dhe unë kontaktova direkt me atje dhe në sjellën disa këngë, disa korale të vjetra që i dedikoheshin Shejtës Katarin, pra edhe ato i mora, i transkriptova dhe paka shumë u inspirova dhe krijova një muzikë të re, dedikuar posaçërisht jetës, pra të
shejtës Katerinë, bazë edhe disa citimeve që I kom marrë nga këngë shumë tjetra. Është një sukses kur veprat e juaja themi ashtu interpretuan, pra janë në repertor me veprat të artisteve të tjerë me renome të madhe, pra kanë famë. Po, është e rëndësishme, sidomos instrumentiste, pra Peter Shepard është një instrumentist që është Grammy nominum, po ashtu edhe BBC Magazine dhe Gramophone, pra është në të çmimet, po ashtu edhe ka titullin profesor nderi në Royal Academy, pra është shumë e rëndësishme kur interpretohet nga një instrumentist që është I atij niveli, pra edhe që e merr, studion veprën dhe e realizon atë më të mirën që ka mendon të krijuesi. Për këtë instrumentist kanë shkruajtur mbi 200 kompozitor, pra që janë gjallë kompozitor, po ashtu edhe Glenn Texas është I vetmi instrumentist anglisht që interpreton në instrumente historike në për muze ndryshme, që ka projekte ndryshme si që patë edhe tash, pra projektin në Minneapolis Institute of Arts. Po ashtu emrat mdhej kompozitor po ashtu ka në program, është Nigel Clark, është Michael Alec-Rose, pra në këtë programin, kurse më herët kanë qenë edhe profesor nga Universiteti I Lundit, po ashtu edhe I Londrës, që jenë profesor në program, pra që jenë bashkohor, mos flas për ata historik, pra që jenë normalisht. Normalisht është një radhë shumë artisteve që dojnë me dëpërtu jashtë, ashtu sikur se keni bërë edhe ju. Çka mendoni se u duhet më shumë artisteve të tjerë kosovar që me dalë më jashtë Kosovës? Artistët kosovar në përgjithësi, sidomos krijuesit, qëndrojnë mirë, sa I përket muzikës bashkohore, si edhe studenta që janë studentet, pra vazhdimisht shohim suksese që krahas në Kosovë prezantohen, mos them edhe më shumë, edhe më mirë në jashtë vendit. Tash është normalisht mundësia është më e lehtë, më mirë se kemi mundësinë përmes internetit, ne me kompozim I dërgojmë veprën, pra nuk është domethënë me qenë edhe e pranishme në interpretim, krahasim nga instrumentist që duhet të jenë pranishëm dhe të japin koncertin. Veprat përgjithësi besoj që qëndrojnë mirë, por normalisht përkrahjet duhet edhe nga institucionet më shumë me pas, pra sidomos aspektin kërkimor, workshope ndryshme, seminare ndryshme me ndihmë I stimulu krijuesit e ri, pra me vazhdu me I ndjek jashtë vendit që bëhen ditë sotit, pra shumë ka seminare dhe masterclass shumë të mira me emrat njohur dhe kompozitorë të njohur për të nërë. Sa keni pas mbështetje prej institucioneve, të ashtu në përgjithësi edhe në rastet të tjera? Mbështetje kemi pas, pra jo ato maksimumi, por me institucionet, ministria ka mbështet dhe herë edhe komuna, për ndonjë betim këto shpresojmë që edhe tash të kemi mbështetje, pra nga këto, po ashtu edhe nga fakulteti që kemi mbështetje me objekte, me kështu me radhë. Pra mbështetja ekziston, por shpresojmë për më të mirën, çdo herë shpresa është. Ku do të shkojë Shën Katerina pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Ka ndonjë plan që ju e keni ashtu në kalendar? Ta shohim, tash ajo mbaret krejt nga instrumentisti, por unë kam koncertin, plani I ardhshëm është koncerti im autorial. I kam shkruar 6 këngë për dhe piano, për soprano dhe piano. Ato janë këngë të bazuar në tekst Lazkush Poradecit, Azem Shkreli dhe Ismail Kadari, shumë tekste të bukura janë. Edhe muzika normalisht jam I mundu mi përshtat për shkrimit tyre, për karakterin, ndjenjave, për shkrimit që kanë bërë ata. Ky koncert është realizuar në Zyri, në qershor, autorial, kurse tash u ka pas mbështetje nga Ministria e Punëve të Jashtme, që është me konsulata e përgjithshme e Kosovës në Zyri, ai nderojmë shumë.
Po ashtu tash të prezentohet koncerti edhe në Sofia Music Week në Bullgari, Sofje, si dhe në Kosovë, në Prishtinë, do t'jetë promovimi pra i këtyre veprave, si ashtu edhe kam bo një monografi, pra shkencore, artistike, pra që e kom sjellë edhe këto, pra është timri estetika e ngjyrës, dimenzionet e tingullit në artin e kompozimit. Pra edhe kjo do të botohet, do të ketë promovimin, besoj në fund të shtatorit, ose fillim të shtatorit, kam barë. Dhe kjo flet për ngjyra, pra instrumentale, që kanë intrigu gjatë procesit studimeve, sidomos studimeve doktoratës, pra ngjyrat orkestrale, ngjyrat instrumenteve, efektet bashkuhore në krijimtari, qoftë botnore si dhe kosovare, pra disa analiza i kam paraqit, pra gjitha në këtë monografi. E përmendet më herët frymëzimin nga e keni marrë për me kriju Shën Katerinën, ku tjetër e gjeni frymëzimin? Frymëzimi, shpesh edhe inspirimin do njëherë edhe na vjem puna me kompozu shpejt, pra nuk është ajo që çdo herë është i gjinshëm frymëzimi, se fillon të krijohet si punë, por kryesisht letërsi unë e gjaj, shpesh në letërsi, në piktura, skulptura, pra do të thonë këto janë ato që na ndihmojnë, pra për me arritë. Profesorish, faleminderit shumë që folet për sukseset e juaja, pra më saktësisht për prezantimin e Shën Katerinës në SHGOA. Faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi. Shpresojmë që do keni kohë dhe do vini po ashtu në koncertin autorial që do kemi. Patjetër, faleminderit për ftesën.